Allahu azza wa jall thot e adhurojnë çdo sen që ka në qiell, e adhurojnë Allahun edhe 7 kat qiell dhe toka. Thot tusabbihu lahu as-samawati wal ardu wa man fihin. Allahun e adhuron 7 kat qiell dhe toka dhe çka ka në ta. Thot Allahu azza wa jall, Allahun e madhëron. Pra këto krejt e pohojnë se vetëm Allahu është që meriton adhurimin. Thot edhe murmurima e adhuron Allahun. Thot wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Dhe bubullima apo murmurima e adhuron Allahun azza wa jall dhe melaqet nga friga Allahut azza wa jall. Allahun azza wa jall e adhuron edhe krijesa që sini jon ndoshta nuk i shef. Transmeton Imam Ahmedin musnedin e tij. Tregon pejgamberi Allahu dhe thot: "Mu ka dhon leje që t'ju tregoj për një gjell që Allahu e ka kriju. Gjeli i cili ka kom thellë në tokë, kokën e ati në arshin e Allahut, e ka të ullur, pra i për ullër për Allahut, dhe Allahu azza wa jall e adhuron dhe thot: O Zoti i madh, pa të meta je o Zoti i madh, sa madhria madhen e jo që është. Allahu i përgjigjet dhe thot: Këta nuk e din ai cili betohet mu në rrejshëm. Pra ka njerëz që betohen Allahu në rrejshëm, a nuk e din të shkretit se me u betu në Allahu në rrejshëm do të thot: O Zoti i madh, këtë drejt fuqin tonë ta përdorsh kundra meje nëse gënjej. Kjo do me thonë pasha Allah, do me thonë: O Zoti i madh, hak mirë mu me kejt fuqin tonë që e posedon, nëse gënjej une në këtë be apo për atë që beton. Israfili. Dietarët islam kur e lexojnë këtë hadith rreqethet lëkur. Me miliona vite Israfili pa lëviz e adhuron Allah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hadith të vërtet, thot si të jem i lumt, si të kënaqna, si të jem i lumtur kurse Israfili ka nu bus për t'i frien surit. Dhe veshin e ka të qetë, që ndëgjon vetëm urdin e Allahut. Që sa vjetja Israfil jetu prit, që sa vjet o Israfil ju ke nënshtruan të ndëgjoj fjallën e Allahut. Me miliona vit, biliona ndoshta vite, Israfili ka buz të suri, dhe ndëgjon me vëmendje kur Allahu pa i thot: Ja Israfil, fri surit. Allahu azza wa jall e bojnë sejdë çdo sen, derisa pejgamberi Allahut ka thonë: Ja Badr, ja Badr. Tha perëndoj dilli, pejgamberi Allahut më thonë të ja Badr. Tha e din ku shkon dilli ku të perëndoj. Tha shkon dhe i ban sejdë Allahut në arshin e tij. Në një transmetim pranë Allahut azza wa jall, pra vëllezër të ndershëm, dilli dhe hana dhe çdo sen që ka në qiell nuk i nënshtrohen askujt pos Allahut. Ato i bojnë sejdë veç Allahut. Thot Allahu në Kur'anin e Kerim: Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi s-samawati wa man fi l-ard. A nuk e shifni se Allahut po i bojnë sejdë çdo sen që ka në qiell dhe në tokë, wash-shamsu wal-qamar, dilli dhe hana, yjet dhe kodrat, pemat dhe kafshat dhe shumica e njerëzve, krejt Allahut azza wa jall i bojnë sejdë, krejt Allahut i nënshtrohen dhe i parulen, nuk i nënshtrohen askujt tjetër pos Allahut azza wa jall. Për ata Allahu thot në Kur'anin e Kerim: Wan-najmu wash-shajaru yasjudan. Dhe yjet dhe pemat Allahut azza wa jall i bojnë sejdë.